A e dini se Robert De Niro ka gjak shqiptari? Po, sot do t'ju tregoj historinë e Robert De Niros. Është një histori e çuditshme. Ka diçka që e lidh vërtet me gjakun shqiptar. Ndonse ai e ka thënë vetëm një herë këtë, pra kur ka folur në një intervistë në Rai Uno, e ka përmendur disa raste të tjera, por jo publikisht, vetëm kështu në mënyrë private, por unë do t'ju tregoj pra historinë e tij dhe do bindeni që ka me të vërtet gjak shqiptari për disa arsye. Pikë së pari duhet dini që prindrit e Robert De Niros lindën në Amerikë, kurse gjyshi i tij kishte shkuar në Amerikë nga Ferrazzano, që dihet që në Molise, në Ferrazzano këtu në Itali, është një zonë ku ka arbresh. Dhe babai i tij ishte arbresh, pra babai i stërgjyshi i Robert De Niros. Dhe ai në vitin 1890 u shkëput pra nga Italia dhe shkoi në Amerikë. Atje ndërtoi jetën, kështu që lindën fëmijët e tij, ku edhe jati i Robert De Niros. Dhe Robert De Niro lindi aty, por jati i Robert De Niros kishte mësuar disa fjalë të vogla arbreshe. Në fakt ai ja përmendte shpeshherë, por Robert De Niro nuk i përmendte, sepse ka qenë një le të themi një vagabond që kur ishte i ri. Në fakt ai nuk e kishte mendjen fare për të qenë aktor, ishte krejt rastësisht që u bë aktor. Dhe kur filloi që të bëj aktor, ishte një nga vagabondët më të mëdhenj. Në fakt atij kur i dhan atë filmi, disa filma që i dhan fillim, i dhan filma si një të shmendur, dhe ose si vagabond, si për shembull taksisti etj etj. Dhe ai e ka përmendur vetëm një herë që është shqiptar me fjalë arbresh, me origjinë nga gjyshi, e ka përmendur në Rai, por publikisht vetëm atëherë e ka përmendur, sepse herët e tjera nuk ka përmendur asnjëherë. E ka përmendur disa herë me disa miq dhe shok, por në privatësi, pra jo publikisht. Megjithatë unë do t'ju tregoj thash historinë e tij. A e dini se Robert De Niro është një nga njerëzit më të sëmurë të Hollywoodit për atë gjën, pra për gratë. Me fjalë, ai është një nga e njohin që të gjithë këtë historinë e tij, por doja që t'ja u tregoj juve sepse shumë pak janë ata që njohin atë historinë e vërtetë që do t'ju them tani. Dhe ata ishin shumë të lidhur me të, pra gjithë Hollywoodi. Ndonse e dinin shumë mirë që ai i pëlqen shumë ajo gjëja. Mirë po atij nuk i pëlqejnë vajzat do si do, i pëlqejnë ato mulatet. Është i etur pas këtyre mulateve. Bile do t'i them, më kujtua kjo histori që tregoj për të, sepse pikërisht para 2 ditësh pash një intervistë të një modele nga Franca, që tha publikisht në Rai, në një intervistë që i kanë bërë, që tha publikisht që ka patur një relacion me Robert De Niron. Dhe ajo ishte e re, tha që ishte 26-28 vjeçë, pra për 2 vjet rresht ka patur, kurse ai ishte i madh moshë, ishte edhe 60 ca vjeç. Dhe tregon që ka patur këtë lidhje dhe që ishte i etur për këto me mulatet, me pak fjalë. Por do t'ju them tani se si shkuan gjërat. Pra ai filloi që karrierën e tij, siç thash, suksesin e pati duke folur dhe duke interpretuar filma vagabondazhi. Dhe u njoh me Dian Abed, një aktore, në vitin 1970, mos gaboj, dhe në vitin 1976 u martuan bashkë. U martuan dhe lindën 2 fëmijë. Mirë po gjatë asaj periudhe, në vitin 1979, ai njohu një aktore, një këngëtare, më falni, të quajtur Helena Springs. Helena Springs, që ishte një këngëtare gjithmonë mulate, e keni parasysh nga ato pak me ngjyrë kështu, të ëmbël, si i pëlqejnë atij, dhe ajo fillimisht nuk e tërhiqte shumë, por ajo thotë që gjatë momenteve intime e tërhoqi jashtë masës sepse bënte marrëzira. Dhe kështu që Helena u dashurua me zotërin, pra me Robert De Niro. Dhe patën një relacion, me fjalë që nga viti 1979 deri viti 1982. Pse deri në atë vit? Sepse në vitin 1982 Helena ra shtatzane dhe ajo pasi ra shtatzane u bë buj rasti i saj, folën gazetat, mediat gjithandej, e pothuajse po e shkatërroni Robert De Niro. Mirë, po ai kishte lidhje të forta me këta të Hollywoodit. Në fakt, ata e mbajtën lajmet që mos ta bënin shumë publike, sepse u interesonte që të bënte para. Ishte një nga fytyrat më të tërhequra në atë kohë të Hollywoodit. Dhe
ai e njofti fëmijën e tij, lindi kjo Nina, dhe ai që momentin e parë i dha $50,000 kësaj Helenës, pra Helena Spring këngëtares, dhe të mbante fëmijën. Njëkohësisht i jepte $1,000 për studime më vonë në muaj dhe $2,500 të tjerë për në muaj gjithmonë për ushqime, për çdo gjë. Pra ai gjithsej pagonte çdo vit rreth $50,000 parafërsisht. Dhe përveç atyre $50,000 që dha. Dhe kjo zgjati për 10-11 vjet. Pra kjo historia e dollarit dhe e parave. Sa që ai u mërzit një herë sepse u acarrua shumë Robert De Niro, se kishte dëgjuar nga disa shokë të tjerë që shpeshherë kishte disa gra që thoshin që kishin rënë shtatzan edhe kishin një fëmijë, por nuk ishte fëmia i aktorit. Dhe atij erdhi në mendje, kjo më kërkon gjithmonë para. Mos ka bërë dhe kjo ndonjë gabim të tillë ose me dashje, po ku ta di unë, se mundet edhe të mos jetë fëmia im, mendoi Robert De Niro. Dhe kështu në vitin 1990 ai dëshiroi që të bënte një test. Kur bëri testin, e bëri 3 herë testin, doli që fëmia, pra Nina, nuk ishte e tij. E ndonë se ai i kishte dhënë mbi $1,000,000 deri në atë kohë. Pra për shpenzime, për të gjitha këto. Por ajo që ishte më e bukur ishte fakti që Helena Springs, pasi doli publikisht që nuk ishte vajza e Robert De Niros, çfarë tha ajo? Tha në për gazeta dhe në për revista, në intervista, thoshte nuk është mirë kështu, nuk është mirë, sepse ajo, pra Nina, tani e shikon si një figurë e një babai, dhe ai ka qenë i rëndësishëm 10-11 vjet për të, dhe ai duhet të ripran, t'i pagoj shpenzimet, të ripran saj. Nuk e di më kuptoni apo jo sa të qelbur janë disa njerëz, sepse nuk kam fjalë tjetër që ta them, por kjo Springsi, kjo Helena, njeriu më i qelbur sepse kishte shkuar edhe me të gjithë, me pak fjalë. Dhe si përfundim, u ndan. E kështu, pastaj në vitin 1988, Robert De Niro u nda nga gruaja e parë. U nda nga gruaja e parë dhe ndonjë i lirë, si mund të themi, për një 10 vjet. Por nuk ishte i lirë, sepse ai i pëlqeni gjithmonë këto vajza dhe pati relacione, me fjalë relationships, me vajza të tjera gjithmonë këto, kryesisht këto me ngjyrë, pra mulate. Dhe në vitin 1997 njohu Gracie. Gracie Higdaver, një gjë e tillë, nuk e mbaj mend emrin, por kjo Gracie, edhe kjo me ngjyrë, pra edhe kjo mulate. Dhe pasi njohu Gracie, bëri dhe fëmijë me këtë, me Gracie, deri në vitin 2018, sepse në vitin 2018 u ndan sërish, sepse ai vazhdonte prap që të kishte këto lidhjet me gra të tjera. Dhe një nga këto që u zbulua kishte shumë. Merrem mend që kjo francezja që bëri këtë intervistën në Rai, u zbulua tani, por askush nuk e dinte. Me fjalë as gruaja e tij, as gratë e tij nuk e dinte askush. Me fjalë ishte një relationship, një lidhje që ai pati për 2 vjet me një që kishte edhe 10-15 tjera. Pra një i smur për këto marrëdhëniet. Edhe në vitin 2018 u nda, pastaj u lidh pas vitit 2018-2020 mos gaboj, u lidh me një tjetër, me një Tiffany Chen, një tillë, dhe edhe me këtë Tiffany Chen, edhe kjo, meqense edhe kjo është gjysmë mulate dhe gjysmë kineze, japoneze nga ato zonat. Por gjithsej, Robert De Niro ka patur 7 fëmijë. Pra 2 fëmijë ka me gruan e parë, 2 me gruan e dytë dhe 1 me gruan e tretë. 2 me gruan e parë, 2 me gruan e dytë, që janë 2 binjak, dhe 2 me Gracie dhe 1 me këtë të fundit, pra me këtë Chenën, me këtë të fundit fare. Dhe vajzën atë Ninën, ai nuk e pranoi kurrë si vajzë, me fjalë më vonë e hoqi nga libri i familjes së tij, por doja t'ju thoshe që është shumë e çuditshme se si Robert De Niro ka një lidhje jo vetëm gjaku me shqiptarin, por edhe me mënyrën e të qenurit, sepse siç e keni vënë re, jo vetëm atëre, por akoma sot, edhe pse është 80 vjeç, Robert De Niro vazhdon prapë se i pëlqen ajo gjëja. Ju si mendoni tani, ka lidhje me shqiptarit ai apo jo? Dhe kjo dashuri e madhe që ka për atë gjën, me ngjyrë zakonisht, ose me mulatet, si thoni, mund të ketë lidhje me shqiptarët, sepse gjithmonë me arbëreshet e ka, apo jo?
Megjithatë, pres komentet tuaja, çfarë mendimi keni për Robert De Niro, a ju kujtohet ndonjë film i tij, ju pëlqen si aktor apo jo, dhe a i dini të gjitha këto edhe që ju thash ose jo. Merrni në mend që ai përpara publikut del si një njeriu më serioz, me fjalë si aktor është i mirë, le të themi. Mua personalisht nuk më pëlqen, them të vërtetën, sepse është gjithmonë pjatë. Me fjalë ai ashtu siç e shikon, ashtu është, ashtu në film, ashtu, me fjalë interpreton vetëm vetveten, nuk interpreton rolin. Dhe për shembull si t'ju them një që të kuptohet sepse disa edhe do më kritikojnë, si për shembull Russell Crowe. Russell Crowe, nëse shikoni Beautiful Mind, që ka luajtur rolin e një profesori që ka probleme, dhe të shikoni Gladiatorin, për shembull dy ekstremitetet, të shikoni se çfarë roli ka luajtur. Kurse po të shikoni Robert De Niro është njësoj në të gjithë filmat. Megjithatë, pres komentet tuaja, kalofshin ditë bukur.